Bismillahirrahmanirrahim. Falenderoj Allahun, Zotin e botrave. Paqja dhe shpëtimi i tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Buhariu dhe Muslimi për Ibn Abbasit se i ka thënë: ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam njeriu më i mirë dhe bujar. Dhe më i miri ishte në Ramazan kur i vinte Xhibrili, ku i mësonte Kur'anin aty. Dhe me të vërtet, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në Ramazan ishte më i mirë se sa fladi që lëshoi dhe frynte. Ky hadith, të nderuar vëllezër dhe motra, tregon për rëndësinë e këtij muaji dhe për rëndësinë e moralit të mirë. Tregon edhe gjendjen e profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë Ramazan, në këtë muaj të begat. Një gjendje e cila i kërkon impenjim besimtarit që të arrijë kulmin e tij në moral dhe adhurim. Ndaj dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në çdo kohë ishte i mirë, bujar dhe në kulmin e moralit, por më i mirë dukej dhe shfaqej kur ishte Ramazani. Dhe më mirë se sa kaq ishte kur i vinte Xhibrili alayhis salam, kur e takonte në Ramazan dhe me të ulej dhe mësonte Kur'anin, librin e Zotit. Kjo tregon rëndësinë e Ramazanit dhe fjalës Allahu xhalleshanu që ka veçanërisht në këtë muaj. Ndaj edhe Xhibrili alayhis salam i vinte për t'i dhënë të dërguarit të tij, për t'i mësuar të dërguarit të tij librin e Zotit. Jo vetëm kaq, por ky muaj është nisja e Kur'anit, sepse Allahu xhalleshanu thot, muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Kur'ani. Pra, ky muaj është i veçantë për çdo besimtar. Ky muaj tregon që besimtari përveç bujarisë dhe moralit të lartë duhet të përgatitet edhe me librin e Zotit. Duhet të jetë në kulmin e tij, në kulmin e dhenjes, në kulmin e adhurimit. Marrja e burimit nga libri i Zotit, marrja e ushqimit të shpirtit nga libri i Zotit, arrin kulmin e tij në Ramazan. Ndaj e veçoi edhe Xhibrili alayhis salam zbritje në Ramazan, ku i vinte dhe ja mësonte të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam librin e Zotit në këtë muaj. Ndaj edhe shtëpitë tona duhet të ngopen në këtë muaj me librin e tij, duhet të rregjen dhe të ulet familja, baba, nana, fëmijët të lexojnë librin e Zotit dhe jo vetëm kaq, por dhe komentet dhe kuptimet e tij, në mënyrë që ky libër të jetë ashtu siç thot Allahu xhalleshanuhu në librin e tij, mëshirë dhe mbarësi e begati për ata që e dëgjojnë e veprojnë me të.